Jemi rikthyer dhe jam në studio me kolegun Sokol Bregu. Sokol, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nuk kam një temë konkrete, por kam zgjedhur që sot të trajtojmë pak atë se çfarë ka ndodhur. Ato që janë ngjarjet kriminale që tronditën 2025-ën. Do të veçoje. 2025-a në fakt është karakterizuar nga një vit me më shumë çështje të bujshme, me më shumë arrestime se sa në ngjarje të rënda kriminale. Normalisht, ajo që ndodhi në Rinas është vrasja e cila zuri vend në të gjitha mediumet mediatike për një kohë të caktuar dhe të gjatë. Normalisht ishte vrasja që tronditi edhe opinionin publik për shkak të vendodhjes ku ishte, pavarësisht se unë gjithmonë kam menduar që ajo ishte vendodhja e vetme në cilën mund kryej ai ekzekutim, duke u nisur dhe duke patur parasysh që bëhet fjalë për mikun dhe njeriu më të afërt të Emiliano Shullasit. Vrasja e Rinasit, edhe pse mendoj që do t'ishte shumë shpejt dhe shumë afër në zbardhjen e saj, duke qenë se u kryen kontrolle në pjesën më të madhe të fshatrave të fushkrujës në Nikël, dhe ku dyshohet se pikërisht nga aty u nis kjo vrasje, nuk, deri në fund të vitit, nuk solli në një rezultat. Ajo që ra prap në sy, duke nisur në vrasje të cilat kishin lidhje me krimin organizuar, 2 tilla ndodhen në Vlorë, 3 të tjera ndodhen në Tiranë, nuk dolën në përfundim strukturat për të çuar përpara drejtësisë në një prej autorëve. Kishte një sërish edhe këtë vit u kapën njerëzit të cilët krijuan kushtet për t'i krijuar këto vrasje, për t'i kryer këto vrasje. Por jo. Si në Durrës, në Vlorë, në Tiranë, por nuk u arrit një përfundim, sepse njerëzit të cilët u arrestuan si ata që krijuan kushte për t'i krijuar këto vrasje, nuk është se u treguan të dobët përpara prokurorëve dhe do mbajnë ato dënime në të cilat janë në krijimin e kushteve. Sërish problemi ishte që prokurorit e rretheve nuk i dërguan ato në SPAK, ku nëse do të dërgoheshin në SPAK, gjendja e tyre penale do vështirësohej, do shtohej masa e dënimit. Mirë po, kështu u orientua dhe duke ndetur në për prokurorit e rretheve, edhe autorët e këtyre krimeve janë më pak të zbulueshëm. Normalisht, që nuk ishte një vrasje e krimit të organizuar, por ishte një vrasje e cila vuri në pikpyetje sistemin shqiptar, ishte vrasja në sallën e gjyqit e gjyqtarit. Ajo nuk ka ndodhur, vërtet është një ngjarje e zbardhur, sepse ai autori u dorëzua vetë, më pas u pendua. Pas kishin bërë një grup strukturuar kriminal, kishin bërë me një... Nuk kishte lidhje me një grup të strukturuar kriminal, kishte të bënte me një... Vetgjyqësi? Një vetgjyqësi, po një vetgjyqësi e ardhur nga personi më i vogël i asaj familje, sepse nuk ishte pjesë ishte pjesë e një frustrimi disa vjeçar për një pronë e cila nuk ju kthye asnjëherë, dhe kjo ishte situata në cilën ndodhi. Ishte një vrasje në fakt e cila shkaktoi shumë zhurmë, mos harrojmë që u pezullua puna e gjykatave për disa ditë, dhe ishte i goditje shumë e madhe për sistemin, mënyra si... Por
aty u nda dhe opinioni publik në dy pjesë. Një pjesë e cila, dashur pa dashur, dha një... por çështja mund të ishte e gabuar, dha një ide që sistemi çalon diku dhe çështjet e pronave janë ato që prej kohësh do të krijojnë një problematik në zhvillim. Duhet themi që në gjykatat shqiptare pak jepet drejtësi, sidomos te çështjet e pronave, por kjo është një çështje që është prej vitesh e zvarritur dhe sot të gjithë kanë një bingarkesë emocionale se në gjykat, sidomos në gjykatat e rretheve, nuk jepet drejtësi. Kjo është ngarkesa emocionale që ka edhe opinioni publik. Vrasja tjetër e cila do të veçoj, përveç atyre në Vlorë dhe në Tiranë, është ajo e Shkodrës, ku Ku ti referohesh tani? Vrasja e dy fisht, dy njerëz pafajshëm që u vranë në lokal. Në Shkodër, atentati në fakt nuk ishte për ta, po ishte për një antar të familjes Bajri. Edhe ajo për shkak se dy persona të cilët nuk kishin lidhje me shënjesën e atentatit, u ekzekutuan në mënyrë të pamëshirshme. Ai personi i cili humbi dhe kontrollin, dhe vetëm se humbi kontrollin u përplas me automjete e tjerë, u arrestua nga policia në një aksion i vetmi, por u duk qartë që ishte ekzekutori ai që kishte gabime të rënda në mënyrën se si e kishte ndërtuar vrasjen e tij, prandaj ra në burg. Fatkeqësisht ky vit do të marrë mend dhe për humbjen e dy adoleshentëve. Po. Një në Maliq dhe një në Durrës. Durrës. Çfarë është histori jashtëzakonisht e trisht e këtij vendi? Vitin e kaluar shoqëria ishte përballur me një dramë të tillë, me një djalë 11 vjeçar që humbi jetën në qendër të Tiranës. Dhe ky vit u shoqërua me humbjen e dy fëmijëve të tjerë. Një histori e cila sërish shteti nuk hodhi syt fare. Ministria e Arsimit nuk mundet dhe është e paaftë të menaxhojë këto situata. Është e paaftë të ketë një strategji për dhënë siguri në shkolla. Nuk mundet. Kur them Ministria e Arsimit është ajo pikërisht që duhet të hartojë strategjinë. Tjetër gjë, politikat i bën ajo. Ajo duhet i drejtohet qeverisë me një arsye, me një plan, me një kërkesë. Me kontroll më. Pavarësisht se drejtorët e shkollave dhe mënyra si funksionon. Pavarësisht se vitin e shkuar kur ndodhi ajo tragjedia 11 vjeçarit, u premtua shumë që do të kishte një ndryshim. Ndryshimi nuk erdhi. Përkundrazi u përkeqësua. Dhe u përkeqësua me dy vrasje fëmijësh, njëra prej të cilëve e kemi parë që familja e tyre e akuzoi drejtësinë drejt për drejt për arsyen që kishte lëshuar ata që kishin ndihmuar kishin përkrahur autorin e krimit. Unë prirem që edhe ky vit Shqipëria çaloi në dhënien e drejtësisë. Çaloi dhe vazhdon po thellon një hendek shumë të madh midis asaj që ne e quajmë ligj dhe drejtësi. Unë nuk pres drejtësi në asnjë moment. Drejtësia është një nocion që ka humbur mbas edhe në botë. Nuk ekziston. Ta që kërkojnë drejtësi nuk mund ta gjejnë dot në asnjë cep të globit. Masë ndonjë drejtësi ekziston në vendet skandinave, por në Shqipëri ajo që të rëndon është fakti që
Njëherë drejtësi nuk ka, po nuk respektohet as ligj. Kjo është çështja. Nuk respektohen dispozitat ligjore në fuqi. Shpeshherë njeriu që ka para në këtë vend, çdo lloj krimi që kryen, del në burgu, njeriu që korrupton sistemin, nuk ka asnjë lloj problematike në. Dhe kështu, edhe ky vit u karakterizua nga një problematikë shumë e madhe e proceseve gjyqësore që të lënë të mendosh që sistemi nuk po funksionon. Unë nuk e di se ku e sheh Bashkimi Evropian pikat në cilat na jep ne një plus për reformën në drejtësi, por kam përshtypjen që i referohet SPAK-ut në këtë lloj Analize ose logjike. Analize, për të cilin mendon që ka bërë diçka më mirë. Ky është viti që SPAK shkoi deri në pikën më të lartë të goditjes së politikës. Mos harrojmë që është viti që u arrestua kryetari i Bashkisë Tiranës, i cili vazhdon të jetë në detyrë, Erion Veliaj. Fakta i arrestim u karakterizua me një zhurmë shumë të madhe mediatike, duke qenë se Veliaj mendoi që ishte personi i tretë politik më i rëndësishëm në këtë vend. Goditjet e tjera të SPAK-ut normalisht ishin për sa i përket krimit të organizuar, për herë të parë bëri disa goditje, kryesisht në Durrës, për herë të parë u dëgjua emri që filluan telashet gjyqësore për grupin e Pojës, nuk ishte përmendur më parë, ajo ishte goditja për një lidhje me trafikun ndërkombëtar të drogës, dhe në fund fare viti u mbyll me të paprekshmin Ergyes Agasi, që si duket erdhi ora e fundit edhe. Çfarë është Ergyes Agasi për ty, për drejtësinë? Ai është një biznesmen i korruptuar, ai është një organizatë kriminale, ai është një njeri që përveç politikës ka tentakulat edhe të forta në ato që quhen bota më e rrezikshme underground të krimit. Vetëm organizatë kriminale nuk mund ta quaj për një arsye, sepse organizatat kriminale nuk i xhirojnë njerëzit. Po çfarë ishte? Çfarë është? Domethënë, i tentativ për të qenë sepse vetëm mafiozët nuk mund ta quaj. Mafiozët nuk xhirojnë dikënd, përkundrazi. Sot, në të gjithë botën, mafiozët flasin vetëm kanë arritur që të mbulojnë për shkak të goditjes së Skaj dhe Encrochat, i mbulojnë edhe ato pjesët dhe flasin vetëm në një bisedë fizike, jashtë çimkave dhe jashtë regjistrimeve. Kështu që nuk mund ta marrë këtë për një mafioz. I një njeri që arriti shumë lart në strukturën e tij, një lidhje midis shtetit dhe krimit. Shumë jemi duke diskutuar se ku e gjeti këtë fuqi dhe pse ka këtë fuqi, po kjo është një pjesë tjetër tashmë e cila është në duart e SPAK. Shumë veta sot mendojnë që për telashet që i presin, tamam fjalia e dur do t'ishte e takuan në jetën e tyre ndonjëherë Ergyes Agasin, që mos t'i zinte shiu. Mirë, çadra që i ofroi ai ishte e gjitha e grisur edhe uji futej poshtë. Tani ka filluar që të kapi i grasia. Edhe duke qenë se kapi i grasia, të kap edhe Altin Dumani, prokurori special në... Kush janë lidhjet e Ergyes Agasit me botën e krimit? Ty dilte grupi Elbasanit. Në fund dilte po kjo që ka dalë lidhet vetëm me Akshin, nuk ka lidhje me lidhjet e tij me krimin. Kjo është vetëm lidhja e Akshit. Ajo që do shohim më vonë, që është në video, janë lidhjet e vërteta të tij me
me krimin. Atë duhet shohim. Këtu është hetimi është përqendruar në atë batërdi të madhe, financiare, korruptive, që është bërë në Aksh. Por, mbi të gjitha, problemi është që... Të dalin gjëra më të rënda, po thua? Absolutisht, po. Ç'është kjo se e dëgjoj her pas here? Për sa i përket krimit të organizuar, jo për sa i përket korrupsionit. Korrupsioni këtu e pam. Vlerat janë të mëdha. Frikshme. Kjo është dëmi më i madh që është bërë shoqërisë në Shqipëri, për një arsye që e gjithë struktura sekrete e këtij shteti, sepse aty bëhet fjalë për domenet të cilat lidhen me faqet të cilat duhen ruajtur me certifikat sigurie, pra të gjitha këto janë dhënë në dorë njerëzve të cilët kanë kontakte me krimin. Gjithë kjo dosje nuk lidhet me aktivitetin e tij kriminal, sepse aktiviteti i këtij kriminal është një tjetër histori, e cila po hetohet, besoj, dhe në 2026 do dali pjesa tjetër. SPAK e thot qartë që e ka ndarë procedimin penal, dhe ky procedim penal në cilin ky lidhet vetëm me Akshin. Pra, edhe kur lidhet vetëm me Akshin, sërish ka dy aktivitete të rënda kriminale, njëra që është heqja e palishme e lirisë, dhe tjetra lidhja e korrupsionit të tij në mënyrë direkte me drejtues të policisë. Pjesa tjetër pastaj është korrupsioni pastër midis tij edhe Mirlinda Karçanajt. Kështu që... Kush janë çudirat ose çfarë diti Sokol? Po nuk mund të nxitoj ajo që unë kuptoj është që përderisa ai guxon dhe kërcënon një antar të kabinetit qeveritar dhe enkas SPAK e ka futur në këtë dosje, por e ka futur vetëm si një modus operandi. Pra kur ai kërcënon ministrin në detyrë Damian Gjiknuri... S'kishte kërcënuar vetëm atë, ishte një bisedë me Alçi Bllakon ishte kjo, dhe nuk është Alçi në këtë. Ai po bëhet gatë, por ajo pse e fut SPAK? Ai mund të ketë të tjera gjëra. SPAK ka marrë atë si një modus operandi. Pra, për të vërtetuar që ky njeri i bën gjëra të tilla, për të vërtetuar që është ky prapa pegmarrjes së ndodhur në Elbasan. Pra, modus operandi është ti i gjen një dyshim të arsyeshëm që ky ka kontakte me botën e krimit dhe kur flet për kërcënimin e një antari të qeverisë, e çon në një modus operandi. Këtu ka shkuar deri tek akuza që ky ka qelluar një ministër, po i paska dhe Taulant Ballu se paska bërë presion, apo janë thjesht... Ato pastaj janë, mund të jenë te kjo pjesa në cilën... S'ka dal. S'ka dal dhe unë nuk këtu në dosjen e kemi vetëm me Gjiknurin. Edhe te Gjiknuri nuk ka dal, se dhe ajo do hetohet. Se kush ishte njeriu. Jo, ai e ka përdorur në dosje... Një bisedë që ai flet me Bllakon në Mosgaboj, apo jo? Po, pse e ka përdorur? E ka përdorur si një shembull, jo se po e heton. Ajo ngjarje do hetohet në vete. A e kuptoj. Ai e ka përdorur si një shembull që ja urdhë. Ky është një njeri i cili kryen aktivitet të tillë, prandaj është edhe në pengmarrjen e ndodhur. Deri në çfarë nivelesh mund të shkojë kjo dosje? Aty mund të jenë edhe ato që sa ju, po ne duhet të shohim nivelet institucionale tani. Nivelet institucionale duhet të jenë të larta. Duhet të shkojmë hetimin. Unë nuk shquhem nga ata që i bëj paraprit asaj që do lexoj. Unë mendoj që 2026 do dalin në gjitha pjesët e tjera, të cilët lidhen. Kjo është vetëm Akshi. Pastaj mund vi hipoteka, pastaj mund vi tjetërsimi pronave, pastaj mund vi lidhja me krimin, pastaj mund vi lidhja me policinë. Mirë po, në të gjitha këto procedimet penale janë të veçanta. Nuk janë, pra, SPAK nuk i ka futur qa gjeti tek videot e ti
dhe t'i fuste të gjitha në një çështje. Çfarë do thotë se Arseni raportoi që prokurori të çështjes, si harrova emrin, Bledar Maksuti? Po, Bledar Maksutit i është bashkuar dhe Altin Dumani. Dumani sa harrojmë. Shiko... E raportoi sot Rusta. Atëre. Që ta mbyll me këtë që dëgjoj pak kryeministri. Dumani, prokurori special është futur si një lloj ndime dhe për të parë procedimin tjetër penal. Tani, a do merret në mënyrë vetëm me këtë, apo do merret me pjesën tjetër të dosjes, unë ende nuk e di. S'kemi qartë. Pra, Maksuti bëri një gjë, e ndau procedimin. Pra, ato që gjeti në video, i kalojnë një procedim tjetër penal, të lidhur me këtë. Dhe u morë vetëm me akshin. Tani, pjesën tjetër, besoj që do ta ketë zoti Dumani. Ma merë mendja që ai e mori për shumë arsye. Një nga arsyet që e mori është dhe arsyeja që aty lidhen dhe njerëz të tjerë të drejtësisë, dhe Dumani ekziston si një person i cili nuk njeh limite, edhe nëse bëhet fjalë për koleg. Zakonisht prokurorët e tjerë të SPAK, kur bëhet fjalë për koleg, lëshojnë pe, duke i konsideruar si një pjesë më të dobët, duke i konsideruar edhe si një pjesë nuk i procedon në këtë pikë. Pra, Dumani ka hyrë si një garanci që të mos... Jo, Dumani është i vetmi që merr përsipër, kur bëhet fjalë për koleg, nuk një si koleg, pse ka drejtësi aty? Po si s'ka drejtësi, ka. Ka SPAK aty brenda? Jo, SPAK nuk ka, po ka... Gjykat Tiranë, prokuroria Po, Tiranë... gjykat, prokuroria e tjerë, dhe duke qenë se prokurorët e tjerë nuk e marrin si një për të hetuar kolegët e tyre, dy veta janë ata që mund të bëjnë hetimin deri tani kanë bërë hetimin e kolegëve. Një është Altin Dumani dhe tjetër është Klodian Brau. Këta të dy kanë tentuar të paktën deri më tani që të hetojnë dhe të çojnë për procedime kolegë që vinë nga radhët e drejtësisë. Të tjerët janë treguar disi më të butë. Të zbardhet edhe ç'do të ndodhë në janar, se janari është afër, që unë sot po të falenderoj dua shumë shkurt. Jo në janar, unë mendoj që Dumani nuk do, prokurori special nuk do nxitet kaq me këtë shpejtësi. Jo në janar, ajo do një... Jo, po nga që thamë që në janar do dalin çështje tjera, apo janë në vijim të kësaj dosje? Po kjo është çështja aty shprehet qartë që është ndarë. Shikoj, kjo dosje vjen nga një trafik ndërkombëtar droge dhe procedimi penal ka nisur në 2019. Në 2023-shin kësaj dosje i shtuar edhe kontrabanda për mallat e aksizës. Pra nuk flitet, janë disa procedime penale të qëllësishme, edhe ajo që ndodh me ministrat, edhe ajo që ka ndodhur me Ilir Beqen e tjere me radhë, ato i përkasin një tjetër procedimi. Ato janë futur në këtë kërkesë, thjesht vetëm duke dhënë një shembull që këto i kanë ndodhur më përpara zotërisë dhe mund të kryej edhe këto. Faleminderit Sokol. Faleminderit ju.